Më na dhënë një sqarim për trashëgiminë e babës Rahmetlis, Allahu mëshiroft. Tani o ardh koha me nda pasurinë, po këtu një vllai i madh pak po na bën probleme, edhe pse kur s'u interesu për nonën e për babën, as se ka dasht me e dit a e në gjallë apo jo, as me dhonë nëjherë në një cent, e tani thojnë, motrat s'kan nder hise, ndërkohë që motrat kanë kontribuar gjithë kohën për kretë familjen, për babën, për nonën dhe 2 vëllezërit e tjerë, dhe e kanë humbur rinin, s'janë martu, ai ju thotë se nuk ju jep hisen. 1 me 1 vetëm 2 dhe me ligj po i takon barabart me vllaznin 1 me 1. Në këto raste kur gjallësat e quajtur vëllezër ose krijesat e quajtur vëllezër duan të ndalojnë motrat e tyre nga trashëgimia, ju lejohet motrave që t'i hedhin gjyq. Mirë po ka një problem fetarisht. Gjyqi e ndan barazim. E këto motrat Zoti i shpërbleft, siç a thot, jemi në hall thot, sa me shariat nuk na jep 1 me 2. Me shku në gjyq thot, gjyqi na nda barazim 1 me 1, do të thonë i friksohen Zotit që të morrin më shumë hise. Të ju merrni një herë 1 me 1, pastaj kthejani gjallësave. Gjallësave jepjani pastaj pjesën e tyre. Merrni ju hakun tuaj dhe çfarë është tepër kthejani këtyre gjallësave, se këta nuk janë njerëz. Ky lloj vllai, çdo gjë mund të jetë përveç njeriu, përveç insanit, nuk është insan. Ky që do më i mohu motrës të drejtën e trashëgimisë, e si ka pa prindrit, ato kanë shkatruar, le të themi, jetën e tyre për të shërbyer kësaj familje. Dhe del çiklobi dhe thot, si u takon gjë, se ju femrat s'keni gjë në shtëpinë tonë, këta duhen arrestu me burgim të përjetshëm. Kisha gjë në dorë, i kisha arrestu 13 vjet. Pasha Zotin, këtë vllajin e kisha fut 13 vjet në burg, pasha Zotin që s'ka zot tjetër veshti. Edukim. Nuk është në shariat 13 vjet, po unë si gjykatës kam drejt me e edukuar. Dhe edukimi është në dorën e gjykatësit Orion. 13 vjet këtë vllajin e kisha çu në burg. Të hapte kanale atje, të bëjte punë edukative, derisa t'i vishin mend edhe t'ja hajshin qend.